أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فالذين شوفوا برزوت جل جلاله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء عليه الصلاة والسلام كما fillu këtë javë me kapitullin e namazit me izë Zotit. E para e cila është në këtë kapitull janë kohët e namazit. Kemi me kohët e shka ka të veçantë këtë pikë, kur është fillimi i një kohës, kur është fundi i saj, dhe zë e cila ndërlidhet me këta. Thot autori, awwal waqt al-fajr, koha e parë e namazit të sabahut është kur del thot agimi i dytë. Ajo është e bardha e cila shihet në hapësin. Dhe vakti i fundit, koha e fundit dhe qëti namazit, thot është pak para se me lind dielli. Thot li hadith Imamet Gjibril alayhi salatu wassalam. Argumente ka marrë hadithin ku ka ardhur Gjibrili sallallahu alaihi wasallam me ja mësu pejgamberit alayhi salatu wassalam namazin. Dhe ditën e parë ka ardhur dhe ja ka mësu fillimin e kohës. Kur është fillimi në kohë? I ka dalë imam dhe i ka treguar se fillimi i kohës është këto. Dhe ditën e dytë ka ardhur dhe ja ka mësu fundin e të njëjtës kohë. Domethënë fillimisht ka ardhur ditën e parë, i ka treguar që fillimi i kohës sabahit është kur del agimi i dytë, që i bjen 20 minuta mas imsakit. E ka llogarit 50 ajete parafërsisht bjen 20 minuta pas imsakit, pas kohës kur na përfundojmë lënien e ushqimit kur dëshirojmë me agjëru. 20 minutë pas se ti imsakit fillon koha e sabahut, që është hymja ose fillimi i kësaj kohe. Dhe ka ardhur ditën e dytë, pak para se me lind dielli, e ka falë njëjtin namaz, për me tregu që fillimi i kohës është çdo, edhe fundi është në këtë pikë. Do thotë momenti kur dielli lind atëherë koha e namazit sabahit ka përfunduar. Thotë dhe këto. Thotë sepse hadithi i cili transmetohet kur ka ardhur Gjibril alayhis salam me mësu namazin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thotë ai ka dalë imam. Dhe në ditën e parë ka dalë në fillimin e kohës sabahut. Dhe ditën e dytë ka ardhur pak para se me lind dielli, që me i tregu që fundi i kësaj kohe është në qëtë pikë. Dhe kështu ka bo, thot, edhe me namazet tjera, këna amrindet e tjera. Thot, dhe i ka tregu në hadith, me bejnë hadhejnë il waktejnë, waktun lek wali umetik. Thot, gjithë sen, i cili është mes dy vakteve, do thot, mes 20 minutit pas imsakit, deri linjë e diellit, thot, është koha e sabat për ty dhe për umetin ta. Ta ma ndonë gjdo periudhë që është mes të dy kohëve. Ditës parë kur ka ardhur fillim kohës sabahit, edhe ditës dytë në fund të kohës tina, thot është koha e çti namazit për ty dhe për umetin ta. Ta. Thot dhe nuk mirret, e këtu e kemi të lashëm. Thot dhe nuk mirret parasysh agimi i rrajshëm. Agimi i rrajshëm, që kjo të në qenë dhe i shpesh herë të lashëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot la yaghurrannakum adhanu Bilalin wala fajjun mustatil. Mos ju mashtrap është ky agimi i rrajshëm. Me demek me thonë që deri çatë është fillimi i kohës. A keni vërejt gjatë Ramazanit na përhapet një farë debati shumë i keq, shumë pa lidhje. Që ka njerëz të cilët nuk e ndalojnë ngrënien e ushqimit derisa të zbardhet komplet. Derisa të zbardhet komplet. Zakonisht atë janë thirrë dy ezane. Një ezan është thirrë për me i tregu që po në gati më ngrit për namaz, edhe tjetër është thirrë me thonë që e filloj koha. Për këtë arsye përmend hadithin e Gjibrilit fillim, që ka ardhur me ia tregu fillimin e kohës sabahut. Edhe dietarët më kanë thonë 50 ajete që shkruar për transmetimeve, 50 ajete, sa mund me lezu dikush 50 ajete, është konkluduar që është diku 20 minutë. Që kemi në atë arbimi se pas islamin. Do me thonë, nëse hak dikush në qëtë pjesën e dytë, atëherë e ka prish ditën e agjërimit të tij. Për këtë arsye shumë e rëndësishme me u kuptu që çdo që kjo pikë.
Për shkak të mos ju morsoj po të zonë një. Ose morsojnë që kanë se në çat namaz, në çat ku nuk ka gjë. Nëse ajo është diçka tjetër që kemi më shpjegu kur vjen puna e kapitullit të taxherimit. Mirë po. Na interesoj që kjo pike fillimit kohës së namazit sabahit. Thot, wa awwal waqti dhuhr idha zalat ash-shams. Dhe fillimi i kohës së drekës është kur dielli largohet prej kupës së qiellit, prej zenitit. Do thot, momenti kur dielli shtrembrohet pak prej kupës së qiellit, prej zenitit, ka filluar koha e namazit drekës. Thot, me të njëjtin argument hadithin që e patëm tek Xhibril alayhis salam që në ditën e parë ka ardhur kur dielli është larguar prej zenitit, edhe ai ka fal namazin e drekës. Thot, wa akhiru waqtiha, edhe fundi i kohës drekës, thot është kur të bëhet hija e njeriu sa 2 fishi i tij. Tash e kemi shumë kollaj me llogaritë thot me shtëpitë që i kemë tash. Mirë po shkojmë parimisht që është një naku prej tjetrës. Do thot, fillimi i namazit drekës ka kur të largohet dielli prej zenitit. Edhe fundi i namazit drekës është kur hija e njeriu të bëhet sa 2 fish trupi i tij. Kushtimisht, nëse ti je 1 metër e gjys, ku të bëhet hija 3 metra fillon falë kënizë ka hikur. Do të thotë fundi i kohës së drekës. E njëjta është hadithi që e përmanë në deqëtashti. Kjo hadith këmë është shështu deri në fund të jarësis për arsye se cilën namaz ka orë ditën e parë në fillim kohës, ditën e dytë në fund të kohë, me të regu që brenda që ditë intervali është kohë e filan namazit. Thot në argument është pikërisht hadithi që e thamë pak më herët, ku Xhibrili sallallahu alaihi wasallam ja ka tregu fillimin edhe kohën në fundin e kohës së namazit. Tamam. Thot dhe fillimi i kohës së ikindis. Tash sabahun e kretën, drekën e përfunduar, përdorën dhe ikindia. Fillimi i kohës së ikindis është kur hija e njeriu të bëhet sa 2 fish gjatësia e tij. Mos e patëm fundin e kohës drekës. Thot dhe fundi i sajna është kur perëndoje dielli. Tamam. E kemi një hadith që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse neve shpesh na dalin te lashi, këto kemi më pa tek kohën në cilat nuk është e preferuar me fal namazin. Është një hadith që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kushdo i cili e mbrin një rekat prej ikindis, para se me perëndu diellin, thot e ka nxon namazin. Sepse na e dim se kur të perëndon dielli, kur të është dielli në zenit, edhe kur të është duke lind, shkua për fundit, nuk falet namaz. Çështoj kemi ndëgjuar në fillim. Tash po e dim për linjën e diellit në rregull. Kur është dielli në rregull. Problemi e këtij ikindia. Kur perëndon dielli do mos me fal namaz. Tash ti mund ka vetë ikindia pa e fal. Nëse nalesh na thash që është buk fale, ti e lej ikindin pa fal për aty se po thu, që ka thënë hoxha, që kur të është duke u perëndu dielli mos me fal namaz. A qëllimi për këto është që mos me fal namaz vullnetar, jo namaz e ikindis. Do thonë, namazet vullnetare nuk falen çat ku. Zotë namazet vullnetare pas namazit e ikindis nuk falen. Do falen nafilet. Ti tash kur e ke farzën pa e fal, e shesh që është afruar për ndodhi do të me fal namazin, pra se është që kërkohet prej teje. Do nuk është për qëllim te kjo mos falja e namazit të ikindis. Tamam. Thot dhe fillimi i kohës së akşamit është kur të perëndon dielli. Dhe fundi i kohës së tina është kur të largohet ajo e koçmja ose kushërrima që del në horizont. Parakorsisht, dhe orë gjysmë plus minus varësisht prej stinës në cilën na ndodhemi. Do thonë, fillimi i kohës së akşamit është kur dielli perëndohet. E që dielli perëndoi, në horizont shfaqet një kushërrim. Një pomje, ka gjë e mirë edhe për syrin. Edhe fundi i saj atë është kur
largohet që ajo është fundi I kohës së akşamit. Ta. E kemi një hadith ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë: "Awwal waqti al-maghrib hina taghrubu ash-shams." Fillimi I kohës së akşamit, namazit të akşamit, është kur dielli perëndoje, edhe fundi I kohës së sojna është kur largohet që ajo ushtrima. Hadithin këto e kemi tek Gjahid al-Dirawi, është numri 102. Pastaj e ka përmend autori edhe tek Daraqutni nëse nuk ka gaj, në sunetin e tina, vëllimi I parë numër 269. Në rregull. Thot, po na intereson që kjo që e pjesa kuqërimit se çka është. Është një pjesë e cila pasi të perëndoj dielli shihet në ngjyrë se e kuqe ose se e bardhë, pavarësisht se qysh është koha apo qysh është muti. Dhe kjo thot është koha e namazit të akşamit. Momenti thot kur fillon me u nxiq ajo, me u zhduk ajo, dine që është koha e fundit edhe është duke filluar namazi jacis. Prandaj, nëse na ndodh më herë që me qenë situatë që nuk e di, për shembull, s'kemi orë me vete apo diçka të tillë, dëshiroj me ditë se është akşam apo jaci, në bazë kësaj na munda me ditë se cila kohë është prezente. Ta. Thot, wa awwal waqt al-isha, dhe fillimi I kohës së jacis, është kur të largohet që kjo kushërima. Thot, dhe fundi I kohës së sajna është deri pak para fyrit. Tamam, do të është koha e natës. Thot, e kemi një pjesë tjetër, përse e kemi namazin e vetrit, I cili falet pas namazit të jacis. Ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Fasalluha ma bayna al-isha'i ila tulu'i al-fajr." Falni ata mas jacis derisa vjen që kjo agimi I rrajshëm, më pak para imsakit. Që kjo është koha e namazit të vetrit, rrjedhimisht edhe namazit të jacis, ku përfundon ajo kohë. A kemi në pyetje deri tash? Thot, gjonat të cilat preferohen me u bë me që të kohë namazit. Edhe që kjo është shumë rastishme. Thot, dhe preferohet që namazi sabahit të dhënohet deri pak para lindjes diellit. Sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po thot që me e bë kështu, sepse po thot është fa innehu a'zamu lil ajr. Sepse në çdo mënyrë thot ka sevap. Hadithin cilin tham e kanë nxjerrë Abu Dawud numër 409, pastaj Tirmidhi, pastaj Nesai, pastaj Ibn Majah, Ibn Hibani, ekstra. Do thot pëlqehet që namazin e sabahit me e lanë deri në fund të kohës tina. Parashikoj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë që është më afër shpërblimit më të madh. Do thotë fiton sevap pak më shumë. Tamam. Thot, dhe pëlqehet vanimi I drekës në verë dhe falja e saj me njëherë në dimën. Sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ardhur në transmetim që kur e ka fal drekën në dimën, e ka fal më herë dhe ka fal fillim të kohës tina. Dhe kur e ka fal në drekë, e ka vanu pak. Në verë, kur e ka fal në verë, ka vanu pak. Hadithin e ka nxjerrë Imam Buhariu në Sahihun e tina. Thot, pëlqehet gjithashtu vënimi I ikindis, pa hyrë atë kohën ku fillon dhe thot fundi I kohës sajna. Njëjtë është si në dimën ashtu edhe në verë. Për çfarë arsye thot pëlqehet vënimi I ikindis? Pëlqejet që I këndi pak me lanë, pak me vëmë. Jo në fillim kohës sajnë.
Thot sepse mundesh me fal namazin nafile para sajna, kurse namazet nafile pas falës së ikindis janë të urrëtuna. Do thot për këtë arsye, pra personi i cili ka dëshirë me fal namazin nafile, pëlqejet që ky person namazin e ikindis me evanu pak, në mënyrë që me fal namazin nafile përpara. Sepse falja namazin nafile ose vullnetare pas kësaj kohe, pas ikindis, është e urrëtë. Për këtë arsye është e pëlqyeshme që të e fal këtë namaz pak ma vonë. Thot dhe gjithashtu pëlqehet që namazi i akşamit të falet me njëherë në himjet kohës. Domethënë me bë pak me axhere namazin e akşamit. Për çfarë arsye? Sepse thot vënimi i tij është i urrëtur. Për shkak që mundet me ngjasu me jahudit. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk ka shans ummeti jam me kon keq përderisa ata e falin me njëherë namazin e akşamit edhe e vëndojnë pak yatsia. Hadithin që e tham e kemi në Ebu Davud numër 403. Për çfarë arsye do thot me e vënu yatsia? Tash e kemi vargun tjetër ku imami thotë që pëlqehet vënimi i namazit të yatsis deri në pjesën e natës, në tretën e natës. Për çfarë arsye thotë kjo? Në mënyrë që me emri një pjesë ose një pjesë të kohës ku është kohë e bekume, ku shumica e njerëzve janë gjumë. Në tretën e natës shumica e njerëzve janë gjumë. E Zoti Xhelal u pikërisht në çat kohë thirr, thotë a ka dikush i cili pendohet me ja fal atina? A ka dikush i cili bën pishman me ja fal gabimet? A ka dikush i cili kërkon diçka që më i dhon? Çdo natë në tretën e natës që thirrë e këtë natë. Për këtë arsye është për çish me vënu. Yatsia kushtimisht në mënyrë që me hym bereqetin e kësaj kohe. Në mënyrë që njerëzit, kur shumica absolute e njerëzve janë duke fjetë, të me konë zgjut edhe me mojnë badetut e qëmëse. E tash, kur jemi këtë pikë e kemë një çështje e cila na preokupa krejtë, kur vjen puna tek vënimi namaz yatsis. Falja e vitrit, në rast se kemi falja yatsin me xhamat, në kohën e sajna, stash të jenë 62 minuta, e falmi, edhe po të dëshirojmë me fal namaz natës. Shikoni thotë dhe pëlqehet namazin e vitrit për ata i cili ka dëshirë me ngrit me fal namaz natë, me elan ata deri në përfundim të 1/3 natës, deri në përfundim të namazit që do të fal ai. Thot, nëse nuk beson ai që mundet me u zgju, atëherë e fal vetën pas yatsis me një. Këtu i kemi dy situata. E kemi situatën e parë, kur namazliu është i sigurt që ka me ngrit me fal namazin e natës. Atëherë fal yatsin, mundet me rromë kushu pak, edhe ngritet, fal namaz nafile sa don, pastaj e fal namazin e vitrit, edhe përfundon ata. Për çfarë arsye lihet vetri në fund? Për arsye se vetri është përfundimi i namazeve ditore në besimtarin. Vetri është kushtimisht kapaku. E personi i cili e din sigurt që ka me u ngrit me fal namazin, pa më parasysh sa orë çau të fal është diçka tjetër, nuk më intereson. 2, 4, 6, 8, 10 sa duhet. E din që sigurt zgjohet, e din që i del gjumi. E lën vetrin pa e fal, ngritet fal namazin, thotë e fal namazin, vetëm të përfundon. Mirë, po nëse dyshon vetveten e dina, ose nëse është i sigurt që me bë më me fjet, veç kur të çejtë atje azani sabahit, atëherë person e fal vetrin pas yatsis edhe bjen. Nëse zgjohet, fal namazin, nuk prish punë kur gjë. Mirë, po nëse nuk zgjohet, vetrin e ka të falt. Sepse nëse kish mendohë dhe kundërta, kish me ra me njetin që me uqu duke e di që nështë nuk mundet me ngrit, atëherë i ka i vetri atëherë vetrit me u bo kaza. Për arsye se është namaz i cili bëhet kaza, është obligim i cili duhet me u fal.
Në këtë rast besimtari i ka këto dy zgjidhje. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tash argumenti sa që thamë deri tash është hadithi ku thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush do i cili friksohet që nuk mundet me u zgju në namaz të natës, atëherë le ta fal namazin e vetrit. E kush do i cili është i sigurt që ngritet në namazin e natës me u fal, atëherë le ta fal namazin e vetrit pas që ta ketë fal namazin e natës. Për arsye se thamë që namazi i vetrit është përfundimi i namazeve ditore të besimtarit. Me ta përfundon ai namazi asaj dite. Në rregull. Thot kur dita thot është me vranësira, që ka qenë sa. Thot është e pëlqyeshme që namazin e sabatit, namazin e drekës, namazin e akşamit me vënu pak, kurse në namaz të ikindis dhe në namaz të yatsis me e fal në kohën e tyre. Për çfarë arsye? Sepse në vënimin e yatsis është rrjedhimisht e shoqërueshme me paksim xhamatit. Shkoj sa mirë i kanë menduar dietarët të zanë. Thot nëse në një kohë e cila është vranësina ose ka shi, ti yatsin e lën më vonë, xhamati ki me hub. Xhamati në xhami ka më të paksu. Për këtë arsye thot çet namaz ki me fal në fillim të kohës tina. Sepse të kush zën me e paksu xhamatin. Po të namazi i ikindis thot për arsye se ty të shtin dyshim, nëse e vëndan, se është vranësi, nuk shihet se çish është puna dire ta të garantohet ju, të shtin dyshim se ti ke rënë në kohën kur është e urrejtur me u fal. Për këtë arsye thot namazi i yatsis. Edhe ikindia thot falen më herë në kohën e tyre, është fala kur është me vranësina. Kurse namazi i sabatit, namazi i drekës dhe namazi i akşamit thot falen në një vanesë të vogël. A jetë në rregull deri këtu? Nëse dëshirojnë mund me lëmë deri në këtë pikë edhe me vazhdu nëse ka pyetje ose me e vazhdu javën tjetër me pjesët tjera që na lidhen me namaz.